Jam i sigurt që shumica juaj e njihni ose e keni dëgjuar Alfred Sakën. Unë për vete e dëgjova emrin Alfred Sakës për herë të parë nga vllai më i madh se unë, Ganiu më tha një herë në një piknik ku ishim rreth si familje, diçka që kishte dëgjuar nga Alfred Saka në një, më duket mu rreth 4 ore, diçka e tillë. Edhe ishte koha kur unë lexoja pak nga këto misteret e hermetikëve, siç janë këto shoqëritë sekrete, si masonët, Illuminati, e ku të dion edhe këto më tërhiqin deri diku se ti në tregojnë këto që ka pas shoqëri sekrete në këtë botë. Kjo është e pa mohueshme, pa diskutueshme dhe që ka shoqëri sekrete. Kjo është diçka që i madh e vogël e din. Edhe spekulimet janë që ata kontrollojnë botën dhe e kanë kontrolluar gjithmonë. Edhe kjo nuk është një çudi, se në qoftë se një shoqëri ka informacione që mund t'i shërbejë atyre dhe e marrin sekretet informacion, patjetër që ato kanë dije. Edhe duke pas dije dhe duke marrë sekretet dhe duke qenë një shoqëri gati e përhershme, aq sa mahet me njerëzimi, aq edhe është jetëgjatësia e shoqatave apo shoqërive sekrete, patjetër që ato mund të lozin një rol të madh në drejtimin e botës. Edhe kjo është fare e thjeshtë. Për shembull, mendojeni ju sot nëse Miro Murati, që shpiku vetë ose me një grup ChatGPT-n, ta kishte marrë sekret këta, për shembull, siç marrin informacionin shoqëritë sekrete, edhe mos t'ia falë botës, po të kishte një grup të përbetuar njerëzish siç janë këto masonët, kryesisht masonët që janë e marrin në mënyrë hermetike të mbyllur kozdilat ku Hermesi, ose thothi është ai që thot, është i njëjti gjë. Ta kishin marrë këtë informacion, jo vetëm që do bonin miliona dollare, do boshin fuqishëm, më shumë se sa mund bëjnë nëpërmjet chatit kështu të lirë, por do kontrollonin botën thjesht ndoshta edhe me diçka kaq thjesht sa ChatGPT, sepse do kishin informacionin më të gishtave që s'ka askush, pra ka. Edhe Alfred Saka ose Tsakos, unë jam shumë keq me emrat, po Tsaka më duhet ka. Alfred Saka ishte një prej shqiptarëve që del në televizor kryesisht aty në rreth 4 orë, ndoshta të shika një emision komplet vetin, ndoshta në video personale, që fliste, studionte, kishte investuar një kohë të mirë me studimin e këtyre çka quhen ditori hermetike të fshehta, sekrete, që ne vetëm dyshojmë. Se në qoftë se ne e dimë edhe di Fred Saka, nuk janë më sekrete, nuk janë hermetike, po që ekzistojnë, e diçka do t'jetë. Edhe më pëlqen. Mirë po mron, pa dashje, YouTube-i, aty në televizor kur fles, unë shoh vetëm YouTube, edhe unë kam qef të flej me zhurmë, edhe pastaj nuk ngopem me gjumë, se nuk më zej gjumin qose s'kam diçka që flet që të më tërheq mendimet, se fillon dhe gurgullon koka. Gurgullon këmeja shka që gurgullon e shkreta. Gurgullon koka prej saj sa të lashëve, prej saj sa gjona që kam kokë. Kështu që kur shtrihem të flej nuk më zej gjumi,
po kur kam atë YouTube aty më tërheq diçka që është interesante, vëmendjen nga të lashët e mia përqendrohem aty dhe më zën gjumi. Mirë, por problemi është që çdo gjë i ka të dyja. Edhe të keqen edhe të mirën mbrana vetës, dualiteti. Ashtu sikur së më ndihmon që të mësoj gjumi, ashtu më torturon pastaj zori gjithë natën dhe nuk bëj gjumë të qetë, dhe kështu që kur zgjohem nuk jam gop me gjumë. Njeriu do qetësi absolute dhe do errësina. Sa më herët ti jetë dhoma ku flen, aq edhe me i shlothshëm është gjumi, nëse s'ke frikë nga errësina. E kështu që unë me qenë se nuk flen e herë gjumë pa televizorin edhe televizori YouTube i tin, ata se janë programu të çdo gjë, jemi të kontrollume. Ata dhe po të flasësh në telefon YouTube, për shembull, në Google po të flasësh në telefon, të dëgjon për çfarë flet, po flet me njerëzit, po ke telefonin afër. Edhe kur të hysh herën tjetër në Google apo në YouTube të dalin videot rreth temave për të cilën ti diskuton, me të cilën ti prekupohesh, edhe ti habitesh si e pse, si ti pru Zoti. Ato lloj videosh që mund të ndihmojnë ty të shti ose për cilën ti je interesuar. Kështu që duke qenë se ai algoritmi shka kanë këto që na bojnë neve, që na surveillance, si quhet kur surveilohesh, kur të vëzhgojnë këto aparaturët elektronike, çdo gjë që kemi ne sot. Këto e din për shembull që një prej tyre që unë dëgjoj mund të jetë aty kur ka lënë ai video e të sakës. Edhe çam kishte dhënë bram, më dha një video të sakës. Edhe thash ta dëgjojmë, sot saka është i kënaqshëm, i zbavitshëm për më. Në të shumtën e rasteve gati bindes, edhe në teori që ti do t'i kundërshtosh. Por ka raste që ne kemi thonë shqip, edhe saka ja fut si kau peles. Pra, edhe saka i madh ja fut si kau peles. Edhe ajo që më habiti nga saka ishte se ajo viti që më shfaq më mbram, por fliste për gravitetin. Gravitet do thot forcë tërheqëse. Ju që s'keni shku në shkollë, ose ju që keni shku në shkollë, edhe keni marrë 10-ta, siç kanë qenë shokët e klasës sime, që mëshin 10 po mas një viti s'dinin asgjë rreth atij mësimi për të cilën kishin marrë 10. Sa mi u 5 më erdhe, por i ma mend gjitha ma që kam mësu gjatë gjithë jetës. Po nese, ato që s'kan shku në shkollë dhe ata që kanë shku në shkollë dhe s'kan mësu fare, ose ata që kanë mësu si papagalli një mësim për menxhe dhe s'man gjë, graviteti është forca tërheqëse e çdo lloji objekti që ekziston në hapësirë. Edhe kur ekziston në hapësirë do thotë që ekziston. Çdo lloj objekti ka një forcë tërheqëse. Sa më i madh jetë objekti dhe sa më condensed, më i dendur, aq edhe i madh është graviteti, pra që tërheq. Pra, ylli më i madh e më i rënd ka më shumë forcë tërheqëse sa tjetri. Është si të thush dy anije t'jo bëj juve të lehtë. Dy anije, një shumë e madhe dhe një e vogël fare si një bark. Të dy janë det. Marinarët nga dy anët e anijes kanë një litar, edhe tërheqin. Anija e madhe nuk lëviz fare, kurse anija e vogël afrohet me herë sa është më lehtë. Kështu është forca e gravitetit. Çdo gjë që ekziston në këtë botë, pra në qiell, është një materje.
Sa më e madhe materia dhe sa më e condensed, më e dendur, aq edhe më shumë ka forcë tërheqëse. Që do të thotë, në qoftë se morim një gur elastiku, edhe e majmë dora është si për tokën, toka është poshtë. Nuk mund të tërheq guri tokën, por të heq toka gurin, pra lëviz guri. Në qoftë se ne futemi si fizikant në fushën e fizikës që të kuptoj mirë, edhe guri e tërheq tokën. Por ajo është që vetëm Perëndia me laf një syri që shef gjithçka, mund të shifte ata shumë e vogël sikurse edhe varka e ka një forcë tërheqëse po është pa llogarishme kundrejt anijes madhe. Një luftërake amerikane. E kanë ato të dyja tërheqin njëri tjetrin, por ajo e madhja nuk duket, nuk mund të duket, të paktën për shqisën tona. Kështu që ekziston. Kjo ka ekzistu, do të ekzistoj gjithmonë, edhe planetet nga i herë tërhiqen, kur prishet ajo ekuilibri dhe nuk shkon planeti i madh tek i vogli, edhe pse mund të kenë të dyja pak luhatje, po vjen planeti i vogël tërhiqet prej atij që ka gravitetin më të madh. Kjo në shkencët e sotme moderne që jeton kjo botë, kjo shoqëri që njohim ne sot, është formulu, jo zbulu, se shkojmë si Eureka, u vreka, është qip Eureka i gjeta, u vreka, u kuptoka, u shifka, e vreka. Se çdo gjë është qip, s'ka greqisht, nuk ka italisht, nuk ka rusisht, ka pellazgjisht e ka ilërisht. Eureka është Eureka. Edhe nëse ju dishoni nga kjo, shifni Europa me Evropa dhe. Ka ndryshu EU me dhe. Nga Europa në Evropa, thamë ne. Pra nga Eureka në Eureka, EU edhe Evro është e njëjta gjë Eureka. Pra, edhe një herë, kjo vrejt u zbulu nga, në faktikisht nuk u zbulu, por u formulu në tekste nga Isaac Newton. Isaac Newton, me sa maj mendon, kur më ka dhënë mësim një herë e një kohë, një mësues i fizikës vlash ekonomi, kur kam qenë klasën e 5, edhe merja vetëm 4. Edhe unë jam i sigurt që ata që ka thonë lashqet herën di më mirë se sa lashqet sot me shpjegimet e vlashqet të tërshëm, se këta mësues kanë qenë mësues të tonë, sikur se dhe janë, edhe s'përgatisim në talent, që nuk, vetëm ata që flasin si papugall vjeshtra vlerësonin që s'din asgjë të nesërmen. Por, si pas fjaleve të mësues vlashit, kur kanë qenë në klasën 5-6, Isaac Newton, një anglez, pati shku me pushime në shtëpi, pushimet e shkollës, ishte shtri në hijen e mollës, edhe shifte që mollët binin, këputeshin nga dega dhe pinin poshtë, dhe i pyti veten. Pra fizikanti nuk është thjesht njëri shkronjësh, letrash, numrash, por është një vizionar i madh. Ka një makinë policia të përpunohem të dal mrapa. Ja, shifën e këto, së më dalon moj, edhe se paqe pa fotografej. Edhe, pra është një vizionar. Ky boni pyetjen si vizionar djalë i ri, Isaac Newton. Boni pyetje vedhës, ora tha, këto mollë që këputën nga dega, pse bin tokë, pse s'ikin sipër? Si qikën për shembull një pupull. Një pupull e leta, që i thonë, një pupull janë sa hedhe lulësh, si puple, nuk e di unë, kanë ca lulët ata si dalin si, nuk e di, është një si push i bardh, edhe, pse nuk i kanë lartë, tha, na herë dhe gjethet për rallë, pse nuk i kanë molla lartë në prapsirë, po bjen në tokë.
Një pyetje që mund të ketë bojë madhe i vogël ose se kanë bërë se kur mësohesh me diçka që e shef për ditë duket e zakonshme dhe e pranon pa argumente, si gjë që s'ka si tjetë ndryshe. Se e mësu të shofësh gjithmonë tjetë ndryshe dhe nuk bjen sy që ka ca gjona si tullëmbat, si për shembull i frymajër, që ikën lart. Edhe mi për këta janë gjona tepër naive që vetëm një fëmijë i vogël mund bëhet kurioztare dhe thot, po si ka mundësi që në qoftë se pasër gravitet, si që pyet Alfred Saka i madh si një fëmijë i vogël, komplet naiv, komplet pastaj që thush me gjithmend. Ty të kemi majtë për kohë kaq të madhe ne sa që s'kupton gjona kaq elementare dhe kaq thjeshta prej fëmije, që thot si mundet të ketë gravitet, kur molla bjen, si që tha një toni, nga dega se të rehejsh toka forca e gravitetit, forca të rejse, kurse të lëmbat si fryma ajo që ka më i let, edhe duhet të tërheq toka më shpejt, shkoka sipër. Këto janë pyetje fëminore për njerëzve që s'kan tru, që s'kan pikë logjike dhe jo më sot në këtë botë që shkenca ka avancu kaq shumë. Edhe jo më për njerëz që mahen që vetëm teoritë që kemi në përballë, por analizojnë edhe teoritë e fshehta spekuluese, si Alfred Saka. Me po, më kujtu me herë kur gjoja Alfredin, një fjalë që më ka met në mendje, prej preqit, që preqit nuk është shumë më i madh se unë. Në qoftë se është, do jetë 1 vit o 2 vjet. Preq Zogaj. Por një herë një kohë kur ishte djali i ri redaktor në gazetën Zëri i Rinis, preqi do thoshte dikur një fjalë që më ka met më gjithë jetën, si gati fjali labidar që kam gjuar një herë për dikujt. Bëhesh një lloj plenumi tek çka quhet Pallati i Kulturës, që ose vërtet quhet në Tiranë. Edhe poeti jon i mrekullueshëm i zonës sime, Demir Gjergji, dëshkon dhe tje dhe më tha, Sami, hajde dhe ti, s'unë shkruja vjershat herë aty këtu, në për të gazetë dhe falë këtyre redaktorëve, mi butonin herë këtu, herë të drita, herë të nëntori, herë të Zëri i Rinis në rastet të ralla, po i butonin. Por rastet të ralla nuk ishin se botoja më shpesh se sa boton të dritëra golli atëhere në këto periodikët që prap për një fshatar ishte mjaft. Por unë nuk isha në qarqet e tyre, të mirë ishte student atëhere më duket në Tiranë, ose pati qenë mësues në Draç, tek ku është plazhi sot i Gjirit Lalësit aty në atë kotrin e bukur në Draç. Edhe më thotë Demiri, hajde dhe ti, Sami, shkojme atje se është plenumi i poezisë. Edhe atje, unë jam befasu, një befasim që e maj gjithë jetën, edhe që do doja të përsëris herë e matë, që tërgon se shtresa jonë intelektuale nuk ka qenë gjithmonë si që në kohën e komunizmit, si që e trumbëtojnë dhe përsërisin, ose ata që dun të mohojnë çdo gjë, ose ata që dun të hedhin baltë mbi çdo gjë, që këta kanë qenë kokullur edhe s'kan guxu të thonë asgjë, që nuk përkon me ato që predikon të komunizmi. Pse? Sepse unë atë mbledhje kam pa 2 gjona. Atëherë kam dëgju me veshët e mi dhe pa me sytë e mi. 2 gjona që më kanë trondit në atë kohë, edhe që i ruj si gjëvahiret jetës sime, pavarësisht të tjerë ndoshta si kanë vure, edhe i kanë haru me njëherë. Këto jo 2 kanë qenë 3 gjona, edhe të 3 i përsërisëm kur flas me shoh kur bjen rasti. Edhe lidhin 3 persona. Iskra Thomen, një njëri e mrekullueshëm, së kujtova se shka në mrekullueshme nga gjash femër, po njëri është mashkull, njëri mrekullueshëm, ka qenë redaktorja e
shtëpisë në infrashë shtëpisë botuese dhe ka pas dhe librin tim të parë me poezi që nuk e botoj, por botoj një 15-20 vjesha në një volum me letrare të rinj që ishte gjë e madhe nga i libër Iskra. Thamë edhe pse unë mendoj që nuk kanë qenë të cilësinë ato vjeshe dhe mia që shkruaj edhe here për botim. Nuk besoj. Unë shkruja më pastër atëhere, por nuk më pëlqen mendimi as forca e fuqisë shprehse të asaj kohe. Tash unë nuk shkruja që pastër, por mendoj që ka më fuqi, tash s'shkruaj fare aty këtu. Por ishte pra Iskra thoma, Preç Zogaj, edhe më duket ka qenë foto çame që vinden nga komiteti qendror që marrti një fjalim aty. Ka qenë koha kur në gazetat shqiptare flitesh gati për ditë për diçka që e qunin atëhere mediokriteti i krijuesvet, me sa më mendon. Edhe unë i maj mend sa gjona për mrekulli sikur ka ndodhur dje. Edhe pse gjona tjera harroj shumë. Pra në atë plenumin e poezisë do të flitesh edhe të përqendrohesh ajo fjala, vëmendja tek mediokriteti i letërsisë. Që krimtaria nuk është krimtari vetëm që bën ti një tregim të ri apo një vjesht të re, por është edhe fryma, forma, stili mrena asaj që ka quhet letërsia e realizmit socialist. Kështu quhesh ai rrym, kështu do të quhet gjithmonë sa të jetë jeta, sepse ka qenë një letërsi e tonë, letërsia e realizmit socialist. Edhe aty unë pash çfarë pashëm? Pash Preçin, këtë djalë të ri të guximshëm, që ka thonë ato fjalë që unë i kujtova kur përshifja videon e këtij Cakës që po fliste për gravitetin mron. Preçi u çu dhe tha, mati një fjalim, se po flisim për mediokritetin, edhe gjithë këto beqim kritikesh që kishim ne. Po t'i lexoje gjithë ato shkrimet që shkruanin këto kritikët letar të asaj kohe. Unë qam që s'ka kritik sot, po ajo ka qenë një nga kritikët më qesharake që mund të ekzistojë një herë. Ishin si hartimet që kërkonte mësuesi i letërsisë. Ato mësues të letërsisë në për Shqipëri, në atë kohë kërkonin hartime dhe hartimi ishte një shablon, një rëtim, një mediokritet, një idiotësi. Mësues shkollësh 8 vjeçare. Në fillim do të boje një hyrje. Ishte e përgjithshme e një llojit. Pra që vriste e shkatronte frymën krijuese që në fillim se bënte shablone gjithë një lloj, s'ka krim të ri. Hartimi është eseja. Për t'i lënë fuqisë krijuese, për t'i dhënë për të inkriju krijuesin të jetë krijues, thot diçka të re, të krijoj diçka, jo të mos krijoj. I kam urrej që për vdekje që të herë idiotët mësuesët, se më del mu një mësues e kisha dhëndrin edhe du fort, dhëndrin tonë. Edhe më thot, ti sa mi thot, lexon 100 libra, se unë lexoja libra ditë natë në atë kohë. Por ti s'di të bësh një hartim, që unë shkruja vjesht dhe boja tregima. Unë vetëm thjesht që shkruja një varg vjesht e isha krijues. Më i mirë se sa mësuesi i letërsisë, sa aq dinin. Që do të bësh edhe gjithë i madh dhe i vogël, e fillonin të paktën në atë zonë ku isha unë, Shqipëria shkon graniti, se ku rrit aty një fjali shablone, që si majmun e përdorte i madh dhe i vogël, dhe po ta shifte mësuesit vetë 10. Se ishin idiot, si që edhe sot. Edhe kritika letrare ishte si hartimet. Në çdo lloj shkrimi kritik që botohesh atëherë kryesisht në gazetën Drita,
të madhit dhe të famshmit si Acela, ku kanë qenë njerëz të mrekullueshëm, Dori, zodarem kur Dorin, Todor Kekon, edhe Bardhi që hiku tash vonë, me të cilën kam pas fatin të kem miq, të rrit pi kafe të bëj muhabet, njerëz të mrekullueshëm, po sidomos Dorin, i Dori i madh. Edhe ku ishte pra Ziaje këto, Zia Acela kryedoktor, po ti shikoje gjithë të shkrime, nuk ishte gjë më bajate. Të gjithë fillonin me një lloj hartimi, edhe nuk përshpun se ka analizonin, gjithmonë do menin një 3-4 shembuj gjoja që s'ishin në nivelin që duhet me qenë dhe ishin gjithmonë letrare të rinjë të vegjël, edhe sa herë që përmenin gjoja arritjet madhore të letërsisë shqipe, përmenin kryesisht në poezi 3 poet. Jo Lazarin, jo për shembull Ademi Strefi në Fjallavje, jo Preçin, jo çka quhet Petritin Rukën, jo Petri Koçin, jo Xhavahir Spahiun, që shkon të poezit mrekullueshme. Por ishin vetëm 3 të përhershëm. Kadare, Fatos Arap, Dridhra Gall, që kanë qenë veganët, e pamohueshëm të letërsisë shqipe në atë kohë, por gjithmonë vetëm këto. Edhe s'pati guxua s'kusht ngrihet. E të thot asjo, po ngrit Preçi. Edhe tha që më ka habit me të guximin e tij. Djali i ri ka qenë Preçi, nuk më merr menja që ka pas Preçi foto të Shamra Mizeli, Fatos Naxha dhe Shëndra Mizeli. Kush ishin këto? Se kam harru që ta marrin Preçin aty në punën detyrë. Që të guxonte për shembull, thoshte diçka që shkonte kundër establishment, edhe tha sa herë tha ju përmendni. Preçi ishte po një prej tyre, edhe po e veçonte veten. Arritë të mdhaja diçka e tillë, jo fjalë për fjalë. Ju përmendni Kadarev. Kadarev ishte aty, bile dhe majti një fjalim. Kadarev tha, Dridhra Gallin, Fatos Arapin. Edhe sa herë flisin për mos arritje, po edhe të rinë ndoshta kanë përmendur dhe Preçin. Tha Preçi, pse dhe kjo? Edhe kjo ishte ajo e gjitha, për çka bëu shplenumi, vetëm fjala e Preçit i justifikoi gjithë fjalimet boshe që u bon aty me këta 2 fjalë. Me 2 fjalë që tha Preçi, tha poezi, tha të dopta, ka pas edhe breti i madh. Pra, mos na inkurajoje, thyje këtë shablonisëm, këtë mediokritet, që ju që po flisin kundër mediokritetit, jeni fytyra e mediokritetit vetë. Më habiti Preçi për guximin që pati, se kështu ishin bota, i madh dhe i vogël, jo se do t'i metësh qefi Kadaresa Gollit, ato ishin njerëz të mëdhej. E Fatos Arapit, një poet i mrekullueshëm që s'ka si ta boj bota, si thaj, të desha me gjithë shpirt, thot, e prap, e s'ka si prap u rre vetën që s'desha më shumë diçka e tillë. Pra nuk është vetëm mënyra stilistike për atë që thonë. E meriton të Fatos Arapi, unë jam i sigurt që s'do të vinte gjem kom Preçit për këto fjalë, as nga Ismail Kadare, as nga Dridhra Gall, as nga Fatos Arap, por do të vinte nga këta halabakët kritik të asaj kohe, që merreshin me kësoj mediokriteti, edhe ata të bëjnë varën se ata janë, që edhe ua bonin të keqen njerëzve që botonin ai vjersh. Mjaft që thoje kjo është antipartiake kundërse. Preçi e mori këtë guxim, e tha këtë fjalë, theu një akull të madh në shpirtin tim Preçi atë kohë, edhe se kam harruar këtë. Edhe ju që mendoni që s'ka pas guximtare ajo kohë, ju duhet të dini këto gjëra kaq të vogla, se për kaq po t'ishe në një ambient tjetër, me sa njerëzve të tjerë në një kohë tjetër, mund ta çonin Preçin gjithë jetën në burg në spaçë dhe pastaj bosh njëri i madh. Pra nuk është ajo që bën ti, por është interpretimi i asaj që bën ti që të bëjmë të madh.
Pra preqin, po ta kishtë të thonë preqin këto në një vend tjetër, një kohë tjetër, me ca njerëz të tjerë, preqin mund ishte bo vetëm për këtë fjalë, se këtë vristin një nga disidentët më të mëdhej. Por ju si keni gju këta, askush nuk ja thot këta, sepse gjithmonë e mendojmë që s'ka pas zor atëhere. Ndërtëroa golli i madh, boni shkëlqimin dhe rënjën e shokut Zyla këtaute, ministrat e qeverisë shqiptare të kësaj kohe. Edhe ne nuk i përmendnim. Ajo drama zonjë nga qyteti këtall, duke luftu burokratizmin, idiotizmin e gjoja shtresës lartë, atë talte, atë përtalte, ne si përmendim. Se kanë ardhur sa sharlatan me herë që urrejnë çdo gjë, por nuk njohin të vërtetën. Por çka ishte që unë pash tre gjona aty? Ishte Iskra Thoma, që kur dolem në korridor, unë e dëgjova. Unë e njihja Iskrën se kishte redaktoren e poezisë sime në atë kohë që kishte librin. Edhe kisha respekt jashtëzakonshëm dhe i shihja atëherë si fëmijë i ri, i drujtur, i turpshëm, që afrohen njerëzve të mëdhenj që shkëlqen nga luksi, se i personi që vjen atje nga Balda, me robe që s'ka robe, ndoshta të denja për mu rreshtu me ta, e shifje me respekt, me drujtje nga larg, po gjithsesi me krenari, se ishte redaktoria ime, edhe unë e dëgjoj, çka tha Iskra, sa po dolem, po flisem me 2-3 që së majme në kush ishtin, edhe tha, preqë tha, naiv. Edhe unë e kam dje, kam kuptu atë moment, sikur se kur flasë dhe shpesh për këtë me Nurkën, që ma pohon edhe ma konfirmon dhe Nurka që kjo dhe jetë, që ajo ishte hapi i saj, i njeriu nobel, i njeriu fesnik, për me kriju me herë, nga ana një që mund t'ishte dasha keq, që ta bëjnë puqin maskrave, që preqë se ka me t'keq dhe preqë është djaliri, naiv, që thot gjona që s'duan thonë, që u qirë masken këtyre mediokreve që luftojnë mediokratizmin në atë kohë, në shtetin tonë. Shikoni pra, edhe ajo që tha sot atëhere preqë sot e 50 vjetë më shumë, më kujtu kur flisi, kur gjoja Cakën me budolliqe të tilla se Caka, thoshte që s'ka gravitet, se si mundet, thoshte Caka në këtë video, të ketë toka gravitet, e si mundet, thot, 100 miliona ton ujë në oqeane, nuk hikin në përqiell se i tërhiqka graviteti i këtij planeti, por nuk tërhiqka një popull, si thaj një harabel. Harabeli është qenja e gjallë, ai pra bon një që s'ka pik haberi, themi ne. Ideja që qenja e gjallë ushtron forcën e vet, nuk është qenja pa lëvizje me materie, pa jetë, të thoshte një popull. Për arsye se shkon, është një lloj si të thush, për shembull, është fare e thjeshtë. Rëkeja vjen nga lart poshtë, rrjedh rëkeja. Mirë po ka njala, ka peshq që shkojnë kundër rrymës, edhe të ngrehet si pas kësaj teorisë të Cakës, si pas argumentit Cakës për fëmija, që s'din asgjë, jo fëmijët mençën, si pas Cakës atëherë nuk është e vërtet që ujë rrjedh nga sipër poshtë, sepse se merë ka peshku në vete, kur peshku është i gjallë, është gjë tjetër, fizike, qelizëve tuja, forcëve tuja, muskujve tuj që shkojnë kundër rrymës. Ti të thoje të paktën një Google që se merë për para. Por mu duke aty Fred Caka i madh, që ishte që edhe njerëzit më fshatar, që s'marrin vesh fare nga fizika, nga elementet, ligjet e natyrës, nuk do të fliste budolliqe të tilla që fliste ky që unë kisha marrit si njeri i madh, Caka, por nuk shkënjehen. Vetëm vjen keq që s'duhet lomotiz çdo kush gjithmonë për të rritë që vese bëhet qesharak, edhe kur do të mbësh çdo gjë
në çdo formë, në çdo mënyrë, pastaj flet gjëra që të velin ashtu ajo, të zbehin ty komplet, të largojnë ty dhe s'do tjetër të ndjek mos të qunë për budall, qunë për idiot, qunë për psikopat, i rrjedh nga trut. Mirë po, janë fjalët lapidar të preçsogëjt që thot edhe breti madh ka vjersha të dobta. Kështu që dhe ca ka momentet e vet që do t'ja fusë dhe i nga herë si ka Hopeles. Remsula ka qenë një fshatari im, një fshatar manës. Unë e maj men plak kur ishe i vogël, por sa herë ulesha kur vinte për darkë e pinte të raki me babën tim, edhe gjoja kur fliste. Edhe një nga gjona që më kanë ngel mend të Remsulës ashtë kur do boshin tufsat, do mlidheshin tufsat. Më duket se kjo ka qenë, po më duket se në veri pa t'i vdek atëherë. Po nuk jam shumë i sigurt, po do boshin tufsat. Do i mlidhin lopët, ata lopi kishin me të fshatareve, s'kishin tokë rreth shtëpis, 1 metër tokë, ku njerëzit kanë më shumë qytet. 2 pule po të kishin vite kryetari i këshillit kur shkonte për vdekje, edhe mante syt nëse kanë një pul, vend që thotë shtoni, ani se krymët e tokës do hanë, krymët e tokës ku mille misri hanin dhe kur të bosh ka liu misrit në tokën e kooperativës, në vend që thoshte manin, mante syt dhe tjede kur vinte për vdekje, kush ka në i keq aty në kotec, sa që pul kotec, që të dënonte, që të hiqesh. Fshatari s'kishte, punonte gjithë ditën gruja në kanal, me bargun të buzë, thonim ne, edhe merrte 60 lek të vjetra që i bjen gjysëm euro sot, apo gjysëm dollari, nuk ishin bukë të hanin, në vend që do të kënaqesh që fshatarët e vet manin një pul, pra edhe këto do të hiqin, edhe mlodhën edhe lopët i të vëzu. Kur kooperativat kishin dështu se nuk ushqenin do dalë ke fotot qami me qumshtin e me vezët ashti, se janë 3 titër. Edhe kur i mlodhen këto lopët për tufësim, unë maj mend që i tha Remsula ati tim, babës Sem, Hasan Gjogës, i tha se ka qenë i guximshëm, ka qenë një shuditshëm, ai dhe xhamisari im. I tha babës, i tha Rema, i boni, tha, e në verit mirat mullar, po më këtë lopët, tha, që të vëzoj të shti, tha, që do t'ja thaj buzën, tha, edhe plakës që po vdek, e fëmis që s'ka që t'haj, për një lukë qumërsht, ta shti, tha, i boni mullar, tha, në veri, këto të mirat për 50 vjet, i hulpi mullarit sipër dhe hoqi breket edhe i boni për sipër një mot malë. Këta e tha Remsula, babesim. Ishin rob të guximshëm atëherë. Si që thoshte xhamisari im. Kur shkonim në shifnim televizor, ke xhamisari, sa i kishte televizor, shkonim për 1-5 maj, kanë qenë festa dhe punëtorve, a dëshmorve, boshin parakalime, edhe vinin gra e goca, i sillnin lule në veri i kapti për qafe dhe i puthe. Edhe thoshte xhamisari, ja maskaraj, ja delëngjio, boj gjithë këtë fest, harxha gjithë të pare, vetëm që të puth gratë e botës, e t'ull gocët e botës në prehet. Daj Hamidi im, që ishte në Tiranë dhe ishte polic, maj men që i tha xhamisari, aman, tha xhamisar, tha, mos fol kështu, se në muri edhe ferat gjanë. Janë gjëvahire këta që populli nuk ka qenë ashtu si thonë këta maskare që s'din asgjë, se janë këta klysh që e kanë luftu komunizmin gjoja nëpërmjet demokratëve që ishin vetë ata, edhe aq din këto maskare, këto klysh kurve
A i s'din se kanë qenë po ata spurdhjak të komunistëve dhe se kanë njoft popullin e vetë. Kur? S'kan ditë çka është, sa është po ajo klik që nda në dy pjesë PD, PS, edhe nuk kanë vlerësu kur çka ka qenë mes tyre kundër asaj çka ata pranonin. Jo vetëm thjesht si teori, po edhe si mediokritet, se s'kishte atëhere asë dhe një lukë qumësht të lakte buzën me ujë. Fëmia që po rritësh e qante pa buk, e prindi plaka e plaku që kurohesh vetëm me rezet e diellit mos shpije, se s'kishin pare ilagje për doktore, s'kishin ushqime të hanin. Edhe kush më habiti mundet plenum poezie, fotoqami që vinte nga vetë komiteti qendror. Vëllezër e motra, në qoftë se ju që dëgjoni nuk më besoni mu, në qoftë se ata majnë mend akoma, hiskë thama është gjallë, preq zogaj është gjallë, e sa tjerë kryus të saj kohë që kanë qenë atë plenum poezia janë gjallë. Çfarë tha fotoqami që vinte nga komiteti qendror, këtyre kryusvet, idiot, që vetëm një preq zogaj patë ty që ishe i guximshme me dite, çka fliste. Foto tha, arsyeja tha, e mediokritetit tha, është gjetiu, po tregon të kalpsinë e sistemit, tha. Vlla im, tha, unë, tha. Vlla im, tha, do shkoj, tha, mëngjes do ngrihet për punë. Edhe do shohi, tha, janë ngrit, tha, njerëzit e kanë që në orën 4 të natës e rrinë, tha, aty të dyqani vark, kanë zonë radhen për të më morë një, tha, një shishe litër qumësht për fëmijët e vetë, tha. Edhe kryusi, tha, e shef, tha, këta, si mundet, tha, kryusi, tha, me thonë diçka që me mburë sistemin e ti. Këto, tha, janë arsyet e mediokritetet, po ja thonë të ai edhe në fundi, tha, po ju s'mundi thoni këta. Këta janë fjallë, këta janë gjone që mund kanë habit, e do t'i maj një here për gjithmonë, si që dite mija, por ajo që më habit akoma dhe më shumë sot e kësaj dite, është se akoma sot e kësaj dite, këto e fusin në një thes, gjithë letërsinë e saj kohe, gjithë popullin e saj kohe, si ku kanë qenë gjithë gjutrym, gjithë kokullur, gjithë spurdhjak, si që janë këta që lomotisin sot, se këto kanë qenë ata që të fusin varë. Po të thoje një fjalë kundër sistemit, si Sali Berisha me shokë që janë PD-s bashkë me këto. Unë kam ma shumë besim këto socialistët që janë ma larg këtyre të poshtrëve dhe katileve që të therin atë ko. Berisha mu më gjanë kokë kom që është pjella më identike, më ngjashme, më simetrike e atyre spurdhjakëve komunist që na hiqet ka marrë stafetën gjoja e armiqve të komunizmit. Edhe kam frikë se janë demokratët që kanë njohur më shumë, që kanë gjithë karakteristikët e kriminaleve komunist, edhe jo këto socialistët, këto kati manë ju, këto s'kan asgjë, këto janë armiqt më të mëdhenj, ose këto duhet të kishin emrin demokrat, pavarësisht që kanë ardhur e janë bërë sot një çerdhe maskareshe kriminalesh e të korruptumish që kanë marrë Shqipërinë komplet në përkohën, po ja morin frymën, po ja thithin gjakun si u shon një zot. Por gjithsesi, kështu është Fred Saka. Fred Saka thot, si mundet thot që populla thot t'i sipër thot edhe mollët birë poshtë, pra qindra liqen metra kub ujë liqena të maj toka, po së të hiqka një sop harabeli, thotë që s'ka pi kuptimi, se soku harabel ka muskujt, ka vullnetin, ka dëshirën, ka përpjekjen, ka cvilitjen, si peshku që i kundërrymës, po që stërheq popullën. Këtë duhet të është një hedhe, një dëshka. Edhe kjo është fare thjesht në Fred Saka, që unë
kur mërzitem du të thamë edhe ignorant, po ke folë si ignorant, për të kam respekt për ty, edhe këtu ke folë, ja ke fut kot, pra ke qenë preti malë, për ke po poezi dop të thot preqi. Thot si zbjen, ti harron, more, pra, më falë, nuk thom ty, thom momentit të ty, more idiot që planeti ka atmosferë, atmosfera ka ajër, ajri është më i lehtë se sa dheu, se sa hekuri, sa toka. Edhe duke qenë më i lehtë, i rrin tokës për sipër. Diçka që është më i lehtë si ajri, për shembull, të frysh një tullumbac, ajri i bën rezistencë. Për shembull, në qoftë se ti e merr dorën edhe futesh në pishinë grushtin tatë mërë idiot, edhe bostërvidje si kur i hap krahat, bostërvidje, ti hap me vështërsi, pse? Se uj e pengon, pra uj është një materje, e pengon krahun, edhe në ajër, ajri pengon, po është më i lehtë, i hap më lehtë, atëhere në uj ti hap me vështërsi, po të morësh mollën që thuti mërë psikopat, mollën, edhe të alqësh nga pallati 15 kaq, do t'i duhet ndoshta 10 sekonda e zemë të bjerë, po të morësh një top pamuku, që është më i lehtë dhe i reziston ajri, e frenon ajri më shumë se do të qash ajrin, do bjerë më nga dalë më psikopat, se e frenon frekuenca e ajrit. Çfarë janë këto njerëz, këto idiot, që më mahet mu që merr vesh nga teoritë hermetike? Ti je një idiot, një psikopat, që s'di çka flet dhe i flet një populli me idiot se s'kan çka studiojnë. Pse njeriu po të lçosh nga balona më budall, nga avioni? Bjem i herë bëhet copa-copësh, por po t'i lidhesh një parashut për bëthe, për sipër, nuk bjen sa është frekuenca ajrit dhe është më lehtë parashuta dhe e man, nuk eliminon gravitetin më psikopat, më idiot. Ka i gjenë këto njerëz më që i man si njerëz që morin vesh nga teoritë sekrete, ku këta zdinës pisliqet më të vogla, nuk është që breti i madh këtu ka bo një vjesht të dobet, po është se në për studio dhinë e pjerdhin çdo lloj psikopati që idiotët i dëgjojnë se janë më idiotë se sa ata, edhe i bëjnë njerëz të mëdhenj. Sami Gjoka, ju përshëndet.